Totilas Moorlands, $10 milion. Totilas u blen nga kalorësi famshëm i garave me kuaj, Paul Schockemühle, në vitin 2010. Çmimi i tij i lartë pasqyronte talentin dhe arritjet e jashtëzakonshme në gara. Përveç performancës, veçoria e tij ishte baza shumë e gjerë e tifozëve që e ndiqnin, të cilët u shtuan akoma dhe më shumë pas vlerës së shpenzuar për blerjen e tij. Maiden City, $11.7 milion. I rritur dhe stërvitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vitin 2006 ai u blen nga sheiku Ahmed bin Mod Al Maktoum. Maiden City garoi në shumë kompeticione si në Mbretërinë e Bashkuar, po ashtu dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Lindjen e Mesme, duke arritur të fitojë shumë medalje dhe çmime, kryesisht midis viteve 2008-2009. Kërcimtari i Seattle, $13.1 milion. Seattle Dancer është një figurë e shuar në historinë e garave me kuaj, kryesisht për vlerën e tij rekord të kapur në vitin 1985, duke qenë vetëm 1 vjeç në momentin e shitjes. Kjo e bëri atë një vjeçarin më të shtrenjtë të shitur ndonjëherë në ankand publik në atë kohë. Shumë specialist vlerën e tij e lidhin me linjën e gjakut, e cila konsiderohet ndër më mbreslëndëset në botë. Megjithatë, ai fitoi disa gara, por karriera e tij nuk i përmbushi pritshmëritë e blerësit dhe vlerën e shpenzuar për të. Më mirë se nderi, Better Than Honor, $14 milion. Ajo është një ikon shumë domethënëse në garat e kuajve të racës së pastër, e njohur kryesisht për karrierën e saj të jashtëzakonshme ndër kuajt femra amerikane. Aftësia e saj mbarshtuese për të prodhuar të tjerë kuaj garash të kalibrit të lartë e forcoi vendin në histori. Ajo do të bëhej nëna e shumë kuajve kampion që do të thyenin rekorde në vitet që pasuan, të gjithë të shitur me çmime të larta. Palubet Dalong, $15 milion. Palubet Dalong ishte një kërcyes ndërkombëtar i nivelit të lartë, shumë i famshëm për talentin e tij. Ai performoi në kompeticionet më të larta të sportit duke përfshirë ngjarjet prestigjioze të Grand Prix. Ishte shumë i aftë për lartësinë e kërcimeve dhe kujdesin që tregonte për kalorësin sipër tij. Sukseset më të mëdha i arriti me zviçeranen Janica Spruger. Ai u shit Jan Tops, një ish kampion olimpik dhe figurë e shuar në botën e kërcimeve me kuaj, dhe ngjarja fitoi vëmendje të madhe pasi në botën e kuajve për kërcim, çmimi ishte i padëgjuar më parë. Majmuni i gjelbër ose The Green Monkey, $16 milion. Ai u shit kur ishte vetëm 2 vjeç në vitin 2006. Pritshmëritë e tij ishin tepër të larta për kohën dhe ky është çmimi më i lartë i paguar ndonjëherë në një ankand për një kal në atë moshë. Majmuni i gjelbër është famkeq në botën e garave me kuaj të racës së pastër, jo për aftësitë e tij në gara, por për çmimin rekord të shitjes dhe performancën zhgënjyese të mëvonshme. Vlera e egzageruar u nxit nga prejardhja e tij e jashtëzakonshme dhe parametrat fizik mbreslënës. Fatkeqësisht, karrierën garuese e pati të shkurtër dhe dërmuese, duke zhvilluar vetëm 3 gara dhe 1 çmim të fituar. Ai u tërhoq nga aktiviteti për shkak të problemeve të përsëritura dhe historia e tij citohet shpesh si një përrallë paralajmëruese për natyrën spekulative të industrisë së garave. Është shembull se si prejardhja dhe pamja fizike nuk përkthehen gjithmonë në sukses. Asgjësuesi, $19 milion. Ai ishte një kal garash i lindur në Australi. Karakteristike e tij është xhelozia për sukseset e kuajve të tjerë në pistë. Në karrierë, ai regjistroi një sër rekordesh dhe garash të fituara, ndërsa çdo kal garash ka historinë e vet. Ajo e Annihilator është brenda sferës së rezultateve të një kafshë ambicioze dhe të stërvitur shumë mirë, por pa aftësi të jashtëzakonshme. Dancer Sharif, $20 milion. Ai ishte një kal shumë i suksesshëm garash, i rritur dhe trajnuar në Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe, dhe u shit në vitin
1983. Prejardhja e tij nga raca të pastra kontribuoi në vlerën dhe karrierën e tij sportive, e cila ishte relativisht e shkurtër, por shumë e suksesshme. Çmimi i tij shumë i lartë i shitjes u përcaktua në ankant, duke vendosur një rekord për perspektivat e kuajve në atë kohë dhe komercializimin në rritje të sportit me çmime marramense të paguara për kuajt e edukuar mirë. Cilësia më e spikatur ishte shpejtësia dhe atletizmi gjatë performancave sportive. Justify, $60 milion. Justify është kali famshëm amerikan i garave të racës së pastër, i njohur kryesisht për fitoren e turneut Triple Crown 2018. Ai shkëlqeu në derbin e Kentuckit, Preakness Stakes dhe Belmont Stakes në 2018 dhe rëmbeu gjithashtu kurorën e lakmuar Triple Crown. Këto rezultate e renditën atë në grupin elitar, prej vetëm 13 kuajsh në histori me suksese të ngjashme. Ai doli në pension i pamposhtur dhe me rekorde të pathyera. Shumë ekspert i shohin këto rezultate si merit të prejardhjes së tij, e cila konsiderohet shumë e fortë. Karriera e shkurtër por spektakolare e Justified e kristalizoi përjetësisht atë në historinë e garave me kuaj. Fusaishi Pegasus, $70 milion. Ai është kal garash i racës së pastër dhe është i njohur për suksesin në garën prestigjioze të derbit në Kentucky në vitin 2000. Edhe përpara këtij suksesi historik, Fusaishi Pegasus ishte shumë i njohur për sportin amerikan, me një ndikim të rëndësishëm në botën e garave, duke përfshirë atë të Stakes San Felipe, Jerome Handicap dhe Wood Memorial Stakes. Karriera e tij ndonë se premtoi shumë, nga disa u konsiderua disi e shkurtër dhe jo aq përmbushëse sa disa që prisnin. Ai u shit te Coolmore Stud për një çmim rekord, duke te i kaluar rekordet e mëparshme të shitjeve të amshorëve. Në vitin 2020, pas një periudhe disa vjeçare studimi rreth parametrave fizik, ai u konsiderua zyrtarisht në pension dhe jetoi deri në vitin 2023. Emri i tij është një kombinim i emrit të pronarit të tij, Fusao, fjalës japoneze ishi që do të thotë një ose më i miri, dhe Pegasus, kali me krah në mitologjinë greke.